Në juglindje të Suarekës ndodhet fshati Vraniq, një vendbanim i lashtë i përbër nga shumë lagje. Por lashtësia nuk është gjëja vetme që e karakterizon. Me të hyrë në fshat vërehet edhe pastërtia, prapa të cilës qëndron Liri Muça. Unë quhem Liri Muça, unë jam nga Vraniqi, edhe jam mirëmbajtës i fshatit edhe nga shoqata, i pëncuar nga shoqata Vraniqit. Lirimi i tregon se si duket një ditë e zakonshme në punën e tij si mirëmbajtës i fshatit. Një ditë e jemi është se qona në mëngjes, dal në qendër edhe e caktoj ditët ka të shkoj t'ja filloj punës. I kam rrugët, i kam vorrezat, i kam shetitorët, lapidarin edhe të gjitha shkam për këtë mua me mbledh betorina dhe sanone. Përgjegjësitë e tij janë të shumta, nisur nga lapidari që është në qendër të qytetit. Përgjegjësitë e mia janë që me mbërmbajt fshatin, me betorinat me mbledhur dhe gjithashtu më shumë të që është duhet me mbërmbajt lapidarin, vorrezat, shtetitorin janë përgjegjësitë e mia më mbajt sa më mirë. Ai e vlerëson shumë punën dhe fshatin e tij. Gjithashtu jam me bashkëpunim me bashkëtarët, me kryesinë e fshatit, kryesinë e shoqatës, me të gjithë jam një sosas me ta në rrjedhje. Unë për fshatin tim s'kam fjalë që përshkruan fjalë të mira për fshatin tim, se qaq shumë që më respektojnë, e më nderojnë, e më ndihmojnë, është çfarë do lloj arsye më gjinën mu pranë. Muça ka edhe një lutje për bashkëfshatarët. Veç ju kisha lutë gjithë bashkëfshatarëve që mos të hudhin betorina vend pa vend, edhe një përshëndetje nga mërgjimtarët, inshallah do të na vinë mirë këtë verë. Fjalët e mira për mirëmbajtësin nuk mungojnë as nga kryetari i fshatit Tajer Kolgeci. Sot vërtet na kanë lakmi, edhe pse kanë bërë tjerë shoqata sen, për na kem në mënyrë më të organizuar mirëmbajtjen e fshatit, shoqata na kem më të organizuar mirë, shkojnë mjetet përmes xhirollogarisë, punëtori paguhet përmes xhirollogarisë, është i kënaqur me pagë, është i kënaqur me sjelljet që ka fjalë miradije nga banorët e fshatit, kështu që është për mrekulli. Vërtet është për mrekulli. Fshati është mirë, më mban gjithë fshatin. Tu fillu pe shetitorët që do të shkojmë tash me bën për mimulli është atje. Të shetitorët edhe deri atje në fund. Ja ku është ajo fabrika atje. Në atë fabrikën deri atje shkon rrugën te pastruki. Gjitha rrugi dhe rrugicat e fshatit e pastron, mirë mban varrezat e dëshmorëve, me kositje, me pastrim, me kejt, mirë mban lapidarin, mirë mban janë do varreza që kemi edhe të martirëve atje, mundi mi pa tash. Do të thonë jem shumë të kënaqur me ta. Suni kishme gjetë me hap një konkurs, në këtë komunë Suarek punëtor më të mirë s'kishme gjetë as ka kërkush as nuk kam me bon kërkush punëtor më të mirë se na që kemi. Kryetari i fshatit tregon se Vraniqi ka rreth 2000 banor rezident, ndërsa numri i bashkëvendësve që jetojnë në mërgjim mbetet i lartë. Fshati Vraniq ka parafërsisht 4200 banor, po tham me gjithë gurbetçartë. Rezident nuk besoj që jem as 2000. Se s'kem shënime të mirë fjetat. Më tërgu se për ditë ka lëvizje dhe nuk muj me majtë numër sakt. Për çdo ditë ka lëvizje, nështë në kush thehet, po 10 shkojnë, një kthehet ajo. Kolgeci thot se fshati ka një tokë pjellore, e cila mundëson kultivimin në shumë kulturave bujqësore. Ka një sipërfaqe ma shumë bujqësore, po them se në fshat është sipërfaqe bujqësore, konkretisht kultivohet gruri, misri edhe livadhe. Pastaj kemi edhe bjeshk, kemi edhe pyje private, edhe pasuri shoqëri kemi atë rrugën e patë që shkon të stanët atje, e kemi vërtet në një vend mrekullueshëm për përzhvillimin e turizmit edhe blegëtorisë. Është shumë e mirë. Teksa eksploron në këtë fshat, është e pamundur të mos ndalesh edhe te Mulliri, 300 vjeçar, të cilin Kolgeci e përmend si karakteristik, ani pse ankohet për mos restaurim të tij. Fshati Vraniq është vërtet fshat mjaft i vjetër, që ekziston një mulli që thuhet është mbi 300 vite, ka që 300 vite ekziston mulliri i ujit, kurs është ndërprer, punon akoma sot e kësaj dite, po mirërisht
as një qeveria, as e para, as e mroma, as e komunale, as qendrore, kur s'kan ndihmu kur gjë në renovim të atij mulli. Është për gjëna, kemë shku me po, është për gjëna, vërtet për gjëna. Ai thot se fshati është i mbushur edhe me zanatlinj, por fermerët mbesin të pakt. Fshati Vraniç ka shumë zejtar privat, do të thotë mirën me të gjitha veprimtarit, shka mirën me ndërtim, me fasadim, me keramik, me gjitha këto senet krejt punë të kryjnë fshatit Vraniç. Nuk ka nevojë këta punojnë edhe shqetatiun edhe jashtë, punojnë jo vetëm në qytet, po punojnë në Prishtinë, në Prizren e Kahmas, punojnë si firma, kështu që janë zejtar privat, po them kështu më shumë, firmat mëdha kemi pak, fermer pak janë, një 3-4 fermer këtë janë. Në fshat kështu pak punojnë, dikush punon tokën, dikush pak anë, dikush kënej, shumica janë gurbet, mjerisht, që po na mungojnë për tet, që si kemi këtu. Si çdo fshat tjetër, edhe Vraniçi ka festa dhe tradita që e veçojnë, të cilat datojnë që nga vitet e 68-ta, edhe pse në atë kohë vetëm 10 vjeçar, Kolgeci rikthen ato ditë. Fshati Vraniç karakterizohet me një veprim të veçantë, me festa sidomos. Që nga gjallë të teta, dita flamurit, fshati Vraniç, te Franti kanë thënë atë kohë xhamia tash aty, ka qenë si një lloj shtëpie kulturës, atë thëmë. E është organizu, janë therë bika në atë vend, janë marrë të panët, unë kam qenë dikun 10 vjetë gati, se ka qenë gjallë të teta. Edhe kanë marrë prej aty, të panët e këtu, 2 fshatër e kemi afër të popullon, Dvaran edhe Mushtishti, të gjitha fshatët që kanë pas serb. Edhe kanë dalë ta bashkëtarët tonë, dikun të shkutën e të bashkanqitet, janë Mushtishti, kanë bashkanqitet, në qendër të Mushtishtit ku kanë dalë, kanë bashkanqitet bashkëtarët e Mushtishtit, kanë dalë të lutë, të këtësy me flamuj kuqëze, a bërgoj shikta, se këna pas që shtu, valla tash e kem që shtu, se këna pas që shtu këty një ka vëllimt, pse flamonin ta me flamonin me të panë, kanë dalë me festu me sen, edhe e festuajmë fort mirë edhe ditën e pavarësisë, bili një vetë ka qenë mu këtu ku jem para lapidarit poshtë, para fërsisë, për mi mbakin t'ju, është therë një bik, dikun biki ka pas një nga 300 kg mish, edhe kanë qenë ftum, pa dallim kush, është iniciative grupeqare, po gjithë na kemë investu, kemë bashkë financu me ta, ka pak, sa kemë pas në si pas mundësive. Ai njeni ka më 500 600 kemë 20 era, 50 era, kupton. Këtë mënyrë që kanë pas ftesa, kush do që do me marr pjesë janë mirë sardhën. Edhe për shfrytëzosin, tash e kemë një festë shpejti me 2 gusht, kemë ditën e grupeqarëve, festa e grupeqarëve. Vraniçi feston me mërgatën në sofrën tonë. Kolgeci shpreh shqetësim edhe për shpërnguljen e banorëve, duke thënë se mungesa atyre ndihet në fshat. Kjo është një smuj, një kancer i gjithë Kosovës, ama sidomos komunës tonë përgjithësi, po tham, edhe ne prej aty është fshati Vraniç, vërtet, as gjysma banorëve si jem rezident këtu. Mbi gjysmën e banorëve kem gurbet. Edhe pse një aspekt ata ekonomikisht ndihmojnë, ne kontribojnë jo vetëm për fshatin, për familjen, për fshatin, për qytetin, për Kosovën, kontribojnë se tyrat e tyre këtu ndihmojnë Kosovën, ama ne po na mungojnë. Na po kemi qenë pas çdo festë, pas këtu krejt. E kemi bën përbashkë për këtë, kemi përcaktuar këtë 2 gushtin festë për ta që janë shumica, nuk janë 100%, por një 80% ndërkombëtarëve mundin me qenë atë festë. Edhe po kënaqemi në atë festë me ta, po tham po na kënaqin shpirtin se bishohemi krejt, po asë vërtet është një kënaqësi kur për ne. Sipas banorëve, një tjetër veçanti e Vraniçit është edhe shtegu për ecje, i ndërtuar në një vend me rëndësi të veçantë për fshatarët. Ndërkaq, pas vitit 1999, fshati njihet edhe me emrin Arisht.